حي على الفلاح. Profesore, kishte edhe dallimin thot mes dervishve dhe pas këta se shënohen. Dhe hoxhallarëve ky e ka cik. Po, nuk thuhet dallimi mes dervishve dhe hoxhallarëve, kur thuhet dervishve thuhet dallimi mes shehlerëve dhe hoxhallarëve. Si në Rahavec keni shehler, mos e them Rahavec se shehler. Kallzem ti mund çka bën shehu në Rahavec atje. Shehu yt në Rahavec, ti do të më shku siç kesh në Rahavec, po ti inshallah si pe tyne, do të më shku dhe mirat da bop në dy gojt. Edhe me kryn tok, mi bosejde. Në Rahavec, gjemati edhe funksionar komunal, edhe kryetari komunës, nuk po them që këtë që tash, por unë di kryetar të komunës, dhe me thonë njeri numër 1 në komunë, i bjen në sejdë shehut, e të kallzëm ti muhe, ti sa mirë vlla, e mene paske shumë të mire e gëzafsh. Njeri ju, kune të miran sejdë? Allahut apo njerit? Nëse bën mira shehut, e pse nuk bën mira pra Isës Krishtert? Nëse bën mira shehut, pse nuk bën mira Budës budistat? Pse? Pse s'bën mira papës katolikt? Edhe papës i bin sejdë. Katolikt, e ke pak e bin në sejdë? I bin tap në tokë e sejdë. Pse s'bën mira pra? Nëse bën mira shehut, çfarë dallimi ka? Jo kjo muslimane nuk është. Mirë, por çka do të thonë mira sejdë? Dhe me thonë, me madhru diken, dhe me thonë, dikush kur që pas e dënë cilësi zotit, e që kjo shirkë, vëlla. Kallzëm ti mu, qka ka ndorë shehu, qka ka ndorë? Për cilat gjëna bre më t'i falë shehu, kallzë vëlla, për rezervë të zotit. Për cilat gjëna t'i falë prifti, bre. Për cilat gjëna t'i falë papa, poshtë një zëtë që t'a ka dha shpirtin. Ka ne falë papa, bre, ka ne falë, bre. La ilahe, po më falë mu njeri, kush e dhat kompetencë, bre, kush e dhat autoritet, bre. Kush autorizaj papën, priftin, shehun, dhe të tjerë njerës, që marrën kompetencën të fshit gjënat, kush e dha. Pse më njerëz me legjik të shëndosh me bo diçka tillë? Pse? Pastaj, me konsideru se shehi nuk gabon. Çka të thëtaj, amen, jo mërë vëlla. Ai që nuk gabon, është Allahu. Ai nuk gabon. Fjala ti është hak. Ne njerëz që nuk gabojmë ne, na për ditë gabojmë. Për atë arsye thënë astakfirullah zot falem. Bile edhe njerëzit thënë bëna halal se na është kemi një hak. Çfarë do të thonë kemi një hak? Pra është gabum dikun edhe pa vrejt, por dikun edhe të vrejt. Lutem. Pra shehlert ju dervesh për shehlert prisat, dallojnë për xhallarëve, sepse hoxha është barabar sikur se njerëzit e tjerë nuk ka kurfar dallimi. Për pas qatë dije që e ka marrë dhe kupton Kur'anin më mirë dhe mundohet mja komentu njerëzve fejnë islame, kështu pa thot Zoti. Por asë njëherë kur për jetë, ne nuk guxojmë pretendojmë se jena matë mirë sa tjertë. Zoti më së dhashtë, jo pasha Zotin, por ndoshta jam, që onim në farhoqe i vogël që atë, ndoshta jam më i keqe për krejt këtyne njerëzve që jem tash të kyqën këtë emision. Ja, Zoti më së dhashtë më pretendu se jem dikushi. E falë me gjenat, astakfirullah, koko, gjenat i falë Allahu. Ne jem njerëz barabartë të gjithë. Kjo është dallimi kryesor. Po, pastaj, është edhe ona tjetër, pse gjithmona për teqe, me shku ati më lidh me vërrejze, kallzë vllauti. Kallzëm sa mirë të vëllmut, fjesh me legjik të shnosh, qka të ndihmani vdekur? Pa i vdek, a i më pas mundësi kish në e gjallë. Hajde gjallët një mën, i vdekur i qatë një mën. Di gjallët një mën sepse një mën me pare, me fjallë të mira, diçka të një mën të këshillën. Në po thëmë që i gjallët të alëshashinë, se shilë shëzote, as të zgat jetën, por diçka, mjekut mjeka në kështu më ra. Po i vdekur i qka. E pse në gjithë të që me pas barë? E pse me shku më sile rrëth vorët kalzëm ti mu?
Kallëzoj vllaut, na mendo pak, pse? Le pun fanatizmi jam hoxha ose këta sunnet po na kanë neve natë. Le atë mesele, le brat mesele, po me logjik të shëndosh. Çka përfitojna prej vorë me shku mjësil, qatë vorë, qatë ndri, qka në animan. A ka thonë pejgamberi vetë, aj për vete pa thëtë. Mos gabani me ofru të vorë jam, e me mjësil e kolla vorë tem, e mu lu të vorë jam. Moju njërës. Ka thonë, mos gabani me bojt në qka tilë, qka në bojë vrejt dhe krishtet. Kështu ka thonë dëtë të vishtë. Mos veprani me vorë tem, që shka në vepru të krishtet dhe vrejt. Pra vorë jam të leti e mdekone, Allahu është i gjallë nuk vdes. Edhe kush pa thot pejgamberi. E jo ka konë njeri mirë, e tash me shku mi lutë vdekunit. Ku e dim na që njeri mirë, kallëzoj vllaut. Jo në sy ton, o në sy ton është o njemi mirë, po ku e dim orë të onës në qyshje mrena në shpirt. Pas të edhe në kofësha i mirë, unë e vdeqa. Me vdekje përfundon çdo gjë. E me shku të vorje, me dheqire, me sile, me lut, nuk bënë vllak të sene. Jo pasha zote në trana, shumë trana në islam. Pas se zgatom, në bënë halal, kërkojmë fale për tjerve, por ashtu ishte biseda.